Së pari berikut edhe njerë, cila ka qenë zhvillimet kryesore të ditës në mënyrë të fleshit të shkurtër informative. Gjashtë policie, 11 protestues përfituar në spital pas përplasjeve para satës së seancave plenare. Policia kishte vendosur qindra metra larg perimetrin e sigurisë duke i garantuar deputetëve hyrjen e qetë në seancë. Protestuesit u përplasën me efektivët, të cilët u përgjigjën me ujë me presion, spray, pipere, gaz lotësjedhës, përplasje edhe pas mbylljes së seancës 23 të shoqëruar. Përfundoi pas 5 orësh tensione seanca në parlament pas përplasjeve me spalve për reformën territoriale. Socialistët rrëzuan kërkesën e PD-s për zgjatjen e afatit të komisionit të posaçëm, ndërsa për PS-n harta re duhet jetë gati për zgjedhjet e ardhshme vendore. Bllokimi i foltores nga demokratët detyroi socialistët të kalonin direkt në votim. Bardhi përjashtohet nga seanca pasi hodhi ujë në drejtim të kryeministrit. Duke nisur që nga pasditja e nesërme, moti pritet të përkeqësohet ndjeshëm, ndërsa në det dallgët pritet të arrijnë deri në 3.5 metra. Kapitanerit e porteve të Vlorës dhe Sarandës njoftuan ndalimin e lundrimit për mjetet e vogla lundruese, anije turistike dhe atyre të peshkimit, ndërsa tregete do të vijojnë operimin normalisht. Situata pritet të përmirësohet të shtunën në mëngjes. Gjykata e Breshjas dënoi me 100 vite burg në total 15 antar të një grupi kriminal të lidhur me organizatën e Suel Çelës në Elbasan, mes të cilëve vëllezërit Gerard dhe Shkëlqim Pasha. Pitimet që antarët e grupit nxjerrin nga trafiku ndërkombëtar i kokainës se kishte bazë edhe në Breshat e Italisë, sidheshin me autobus në Elbasan. Nëna 34 vjeçare, e cila u dërgua në burgun e Pojskës bashkë me foshën e saj 1 vjeçe, është liruar nga gjykata e Tiranës, e cila rihapi çështjen, duke zhbërë vendimin e formës së prerë. Tashmë nëna do t'i bashkohet edhe 2 fëmijëve të tjerë. Me disa blerje dhe rinovime dhe pjesë më të madhe të futbollistëve të sezonit të kaluar, luftari Gjirokastrës ka nisur përgatitjet për sezonin e ri. Bluzinjt kërkojnë domos rikthimin në kategorinë e parë, teksa për Report TV, trajneri Neritan Novi, por edhe disa prej futbollistëve premtojnë se objektivi do të arrihet.